Shtetet e Bashkuara kanë arrestuar Adis Lastres Morera, motrën e presidentit ekzekutiv të konglomeratit ushtarak kuban Gaesa, në një tjetër goditje të fortë të administratës Trump ndaj regjimit në Havana. Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio tha se ajo jetonte në Florida, ndërsa ndihmonte interesat e regjimit komunist kuban. Autoritetet amerikane deklaruan se Morera ndodhet tashmë në paraburgim dhe po përballet me procedura dëbimi, ndërsa tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kubës vazhdojnë të përshkallëzohen. Gaesa, konglomerati gjigant I bizneseve të kontrolluar nga ushtria kubane, menaxhon sektor kyç të ekonomisë së ishullit, përfshirë turizmin, pasuritë e paluajtshme dhe tregtinë. Administrata e presidentit Donald Trump akuzon prej kohësh drejtuesit e saj për përfitime në favor të elitës dhe ushtrisë kubane, ndërsa popullsia përballet me krizë të rëndë ekonomike, mungesë energjie dhe ushqimesh. Në një postim në rrjetin social X, Rubio tha se Morera menaxhonte pasuritë të paluajtshme dhe jetonte në Florida, ndërsa ndihmonte regjimin komunist të Havanës, duke shtuar se statusi I saj si rezident I përhershëm ishte revokuar. Ndërkohë, Shërbimi Amerikan I Emigracionit dhe Doganave bëri të ditur se prania e saj në SBA përbënte kërcënim për interesat e politikës së jashtme amerikane. Reuters nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur vendin dhe datën e arrestimit. Lëvizja shihet si pjesë e strategjisë së re të Washingtonit për të rritur presionin ndaj regjimit kuban pas padisë ndaj ish-presidentit Raul Castro dhe deklaratave të fundit të Trump për çlirimin e Kubës.